duke mundu të jemi realist në kërkesat tona, besoj që do t'ja dalim me sukses. Atëherë dëgjojmë edhe mendimin e qytetarit të tretë. Po, mene që po, lidhet pa tjetër, por jo vetëm me suksesin, o mene që po flasë për vete, lumëtëria është kërë ki shëndetin, mene që është lumëtëria ma madhe, po nga njerë ana materiale, na bën që ta harrojmë që ne do të sparim me u brengos që ta kemë shëndetin, normal edhe rrethi familjar, që ajo është për mu lumëtëria ma madhe. Gjithmonë është prezente në fillim shëndeti i familjarve, shëndeti i shoqërisë, përmendet edhe krahasimet me të hyrat në familje, ana financiare, ekonomike, që nuk është gjithmonë e para, mirë po realisht pas kësaj po vrapohet sot. Jo sa i përket përgjigjes, por në të përgjithshmen e saj. Nuk është përgjigje klishe në fakt që të kërkohet shëndeti, varësisht se çka kalon njeriu, normalisht rrethanat e secilit janë ndryshe, por suksesin e jetë e kërkojnë për cilën do të diskutojmë tutje, por duke u bazuar në deklaratën e qytetarit. Kërkohet në të jashtme, në detaje të prekshme, apo mjafton të jenë mirë me shëndet njerëzit dhe familjet. Ç'është e këndvështrimi? Fillimisht është mirë që sigurisht është shumë thelbësore dhe esenciale që ne të investojmë në shëndetin tonë fizik edhe mendor fillimisht. Nëse ne nuk jemi të ndërgjetshëm dhe të vetëdijshëm për faktin që ne kemi një shëndet të mirë fizik edhe mendor, ne nuk kemi të gatshëm andej të vrapojmë të investojmë në ide tona, në karrierë, në suksese, në biznese të ndryshme dhe në qëllimet e tjera të cilat neve mund të jetë terciale apo dytësor ideja e përmbushjes tonë të kënaqësive tona personale. Prandaj është shumë thelbësore që sinqerisht e bëj, ndoshta e bërtas pafundësisht në çdo studio televizive, po edhe me klientët e mi, që ne duhet të jemi të ndërgjetshëm dhe të jemi doktor të vetës që me të vërtet të investojmë në shëndetin e mirëqenies psikologjike dhe fizike. Sa i përket pjesës si shoqëri që e kemi idenë që pjesa jashtme, dukja jashtme, qoftë një shtëpi e madhe, një vetur e mirë, një biznes i suksesshëm, gjithmonë din me qenë një farë akteri kryesor për mbushës në kënaqësitë tona dhe në sjelljen e lumturisë. Do thotë kjo si shoqëri na ka ndjek me vite të tëra. Ndoshta pse kemi qenë një shtet në tranzicion, një shtet i cili është rrit një farë forme si mentalitet nga diktaturat e mëhershme, nga pasiguria, nga gjendja të ndryshme e pas luftës e kështu me radhë, kështu që